Bravo! Për mua për ka qenë emocionues, se kemi organizuar shumë projekte të bukura, në vende kemi përdorur teknologjinë, Smart Labin. Do të flasim për rëndësinë e Smart Labit, sa rëndësishëm është ai në mësimdhënie, sa rëndësishëm është ai në orët të ndryshme mësimore dhe në projektin që ne kemi krijuar së bashku, që ka të bëjë me Tourist Attractions in Albania. Si ne të promovojmë dhe të rrisim numrin e turistëve në Shqipëri përmes teknologjisë. We as a class have created this product of the project Tourist Attractions, which is the website Discover Albania. So we have chosen a few points to help tourists navigate through Albania with more ease. We have chosen cities, culture, landmarks, reviews. We have also made reviews which would help us improve the app by getting the thoughts of our users. You are the brain of the project. Okay, good. Excellent. Më ka pasur pasion kodimi dhe të krijuar website ose aplikacion dhe shkolla dhe kurset më kanë ndihmuar që të krijoj këtë website për shkollën. If we type a location, it displays videos, photos, and even a little bit of description, and it's very fun and easy to use. This is our passport that we have created. So the beginning page, you have your name and your photo, like your identity as an explorer of Albania. At the following pages, we have different cities. We have the city of Berat, Dibër, Tropoj, and Central Albania. Bravo ju! Keni arritur që të krijoni vërtet një produkt i cili ju vlen ju, po mbi të gjitha i vlen komunitetit edhe i vlen edhe promovimit të vendit. Dhe këtu duaj që të them se sa herë që vizitoj një Smart Lab, shoh që përdoret për lëndë të ndryshme, por edhe për qëllime të ndryshme. Kështu që kjo herë këtu tek Mihal Grameno ishte për mënyrën se si një mësues si anglishtes për të marrë gradën e mësuesit mjeshtër ka punuar së bashku me nxënësit për të zhvilluar produkte novatore, projekte të kërkimit dhe të zhvillimit, ku janë realizuar këto projekte fantastike që do t'i bëjmë pjesë vitin e ardhshëm në Festivalin e Shkencës. Vërtet një eksperiencë shumë e bukur, tamam kjo risi që të kualifikohesh në bashkëpunim me nxënësit. Një eksperiencë që e kaluam të gjithë së bashku.